A dëshironi të jeni në formën tuaj më të mirë edhe kur jeni tani përballë me vështirësi? Janë disa këshilla që më jap pacientëve të mi. Ju do thoni që këto janë gjëra që xha i bëjnë, por janë gjërat e para që na shkalonin në një vështirësi. Duke anashkaluar këto 5 mbrojtës që unë do ju shpjegoj, ju rrisni mundësi e përballjes me problematikat të shëndetit mendor. Ja cilët janë 5 mbrojtësi që na ndihmojnë për mirëqenien e shëndetit mendor. Para. Socializimi. E dyta, ushqimi. E treta, gjumi. E katërta, rutina jonë. E pesta, aktiviteti fizik. Pavarësisht se sa të fortë mendoni që jeni, nëse shmangi një nga mbrojtësit bazë, dëmtoni shëndetin tuaj.